Liria është mundësia e vetme e njeriut me të cilin ai mund të jetojë sipas vullnetit vet. Mundësi të cilën disa e kanë privilegjin me pas, e disa tjerë duhet me luftu për to. Liria është mundësia e vetme e njeriut me të cilin ai mund të mendoj sipas mendjes tij. Mundësia e vetme e njeriut me vepru pa kufizim, pa frikë e pa shtypje. Por a mjafton veç kjo për me qenë i lirë. Në mars të vitit 1999, viti kur unë isha veç 1 vjeç e gjysmë, NATO nisi një fushat ajrore, operacionin Forca e Bashkuar, për ta ndaluar katastrofën humanitare që po zhvillohej në Kosovë, në këtë vend ku jemi e jam sot. Vendimi për këtë ndërhyrje ka pasu pas më shumë se 1 vit i luftimesh brenda territorit tonë, dhe pas dështimit të përpjekjeve ndërkombëtare për me zgjidh këtë konflikt me mjete diplomatike. Në mars të vitit 1999, nanat, gjyshet, babat e gjyshtit tanë s'pare kanë qu kokën nalt për me i pa qejt, me i pa ret, e më pas e kanë ull kokën edhe kanë shku diku për me luftu, për me umshef, apo për me ikë, sepse mbase kjo do të ishte hera e fundit për ta që do të shenin diçka të pakufishme. Sepse lirin nuk e kishin më, e ndoshta s'do ta kishin as jetën. Çdo mars, që nga viti 1999 e deri sot, unë nuk jam e lirë. Nuk jam e lirë nga tingulli i shpërtimit granatës, nga fjala e trisht e nanës që me paheri buron nga kujtimi, nga ndjenja se do të mund mos më ekzistonte askush imi për rreth, e nashta as veton, e mbase as vendi im. Pra, për me qenë i lirë, s'po mjaftoj ka fitoria, sepse koha nuk thet mrapshte, askush s'ka me mujt me mliru, as mu e as një kosovar tjetër nga përjetimi i dhimbjes, cilën e kemi jetu ende pa nis jetën. E me të, do të jetojmë përgjithmonë, si shumë fëmijë, tritën e të më shumë tjerë sot në përbot. Pra, për të qenë i lirë, duhet të lindësh, të rritesh e të vdesësh në paqe. E ky fat nuk na përcjell gjithëve. Prandaj ne do të mësojmë të jetojmë e ta pranojmë ekzistencën e saj, ekzistencën e dhimbjes.